Aho, çfarë vlerë ka pendimi? Maratun e përmend as për veprave më dashur të Allahut xhelal. Allahu në Kur'an e përmend inna Allahu yuhibbu at-tawwabin. Allahu i don ata që pendohen. Po shifet është pak paradoksale me kuptu logjikën e njeriu sot. Si ka mundsi Allahu me dash atë që është penduar. Domthon Allahu me dash atë që ka bën mëkat e pastaj është penduar për mëkatin e vet. Që ndoshta shembull nuk e gjen të theksuar me kaq qartë në adhurime të tjera, pse Allah i don edhe bamirësat, i don edhe durimtarit, i don. Mirë po, me dash mëkatarin që pendohet është pak e pa kuptim për njerëzit, mirë po Allahu e don mëkatarin sepse ai mëkatar me gjithë mangësinë dhe dobësinë që ka, i është kujtuar atij fakti se e ka një Zot i cili kur ti drejtohesh me pendes, kur ti drejtohesh me keqardhje, kur ti përulesh dhe të kërkosh falje për atë që ke bërë, Allahu ta fal, pendesën ta pranon dhe keqardhjen ta shpërblen. Kjo është një, gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë lillahu afrahu bi tawbati al-abd, Allahu më tepër i gëzohet pendimit të robit të tij se sa njeriu i cili ishte duke ecë shkëtir me devën e tij, mbi të cilën kishte hajën dhe pijen e tij, dhe në moment të pushimit kur nalet me pushu i ik devja. Devja e cila domthonë është e para mjet i vetëm bartës në shkëtir, në kilometra të gjata, aty e ka ushqimin e tij, aty e ka pijen e tij, tash ngelet i vetëm në shkëtir. Domthonë do 100 kilometra me ecë me dikon ka njerëz, ka ndaj oaz. E ky njeri të cilit i ik devja domthonë e humb shpresën e jetës. Dhe në momentin që i kthehet devja dhe ky e shef te koka e tij devën, atë shumë gëzohet, domthonë sepse realisht ishte i bindur se vdekjen e ka aty, e kur i kthehet devja faktikisht bindet se ka me vazhdu jetën e tij. Sa gëzohet ky njeri, aq më tepër gëzohet Allahu kur pendohet robi i tij. Normalisht është një pozicion shumë i lartë të cilin jep Allahu i madhreshëm këtij njeriu, saqë logjika e njerëzit thotë smeriton ky me kon i dashur te Zoti sepse një pjesë të madhe jetës tij ka kaluar me mëkate, me rebelim kërshi Allahut, me padyshmërinë ndaj tij, me veprimin e gjëra që Allahu i ka ndaluar ose mos zbatimin e urdhnave që ai ka dhënë. E si ka mundsi kemi mëri për shkak të këtij pozicionit. Se ai do thotë pranon Allahun, domethënë se fundit s'kena ku me shkuna prej tij, edhe nuk duhet me ngula nefsin ton që na urdhon ka e keqja, egon ton që na urdhon ka e keqja, nuk duhet na me u largu nga Zoti edhe me dominu te na dobësia jon që kemi, mangësitë tona që kemi, por duhet me jetë afër Zotit që të udhëzohemi me udhëzimin e tij dhe të fitojmë nga mëshira dhe bekimet e tij, e të vazhdojmë udhën e drejtë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Këto janë shpërblime të mëdha që i fiton. Tjetër është pendimi i azgjeson mëkatet e kaluara. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë ataibu min adh-dhammi kama la dhanba la, ai që pendohet nga një mëkat është sikur se ai që s'ka mëkat. Kurse Allahu dhul xhelal tregon një gjë, domethënë innal hasanat yudhibna sayyiat, punët e mira i shlyn ato të këqijat, por një gjë tregon Allahu i madhëshëm edhe më të madhe se me fshi mëkatet, me pendim të sinqert njeriu arrin që gjithë të kalumen bagazhin e kalum negativ me ja shndrum pozitiv. Thot Allahu dhul xhelal illa man taba wa amila salihan wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'at hasanat. Ata që pendohen dhe bëjnë vepra të mira, atyre Allahu ua shndron veprat e këqija të mira. E këtë nuk e gjen askon. Përveç se të mëshira Allahu dhul xhelal dhe kujdesi i tij që ka për njeriu. Dhe ky momentum ku Allahu i madhreshëm atij që pendohet sinqerisht këtë kalumen e tij e shndron në kapital, do të tregon se sa Allahu është i kujdesshëm për njeriu, krijesën e tij, dhe sa Allahu e don këtë njeri, dhe sa Allahu pret me padurim që ky njeri të pendohet edhe Allahu këtë të mirat jep, sepse realisht Allahu nuk e ka krijuar njeriu që të dënon. Nuk e ka krijuar njeriu që të jeton ai jetë të vështirë këtë botë. Mirë po, ndëshkimet, vështirësitë, problemet, kokçarjet, varfëria, luftrat vijnë për shkak të rebelimit të njeriu të kërshi madhnisë së tij. Sikur njerëzit ishin nështruar urdhave të Zotit, do jetojnë jetë të këndshme edhe në këtë botë në ahiret. Po për shkak se ata rebelon dhe nuk i zbatojnë urdhat e tij, ndodhin këto fatkeqësi që janë duke ndodhur që në kalumen edhe sot në rrugën toksor.